Lideri I kampionatit Malisheva I bëri konak Prishtinës në Xhiron e 9 të Albi Superligës së Kosovës në futboll. Djelmoshat e udhëhequr nga Bekimi Sufje nisën mbar edhe përballjen ndaj kryeqytetase. Kjo pasi pas vetëm 3 minutave e morën avantazhin. Drilon Hazrollaj e realizoi golin e tretë të sezonit, por Prishtina nuk u zbraps nga goli I vendasve pasi reagoi shpejt. Ata e rikthyen baraspeshën kur sulmuesi nga Nigeria Sunday Akimbule shënoi. Madje nga goli I barazimit Prishtinasit morën zemër dhe e synonin përmbysjen dhe atë ja arritën. Pak sekonda para fundit të pjesës së parë Dion Gallapeni shënoi. Në pjesën e dytë Prishtina përveç se e ruajti e përsin atë arriti edhe ta shtoi. Leonat Vitia ja dha goditjen e tretë Malishevës 14 minuta para fundit të ndeshjes. Malisheva nuk arriti të rikthehet më në lojë dhe kështu u poshtë për herë të parë në stadiumin Liman Gegaj. Ndërkohë gabimin e liderit nuk arriti ta shfrytëzojë më së miri pretendenti për titull Drita. Intelektualët u ndalën në një barazim 0-0 nga skuadra e fundit në tabelë Feronikeli 74. Këta të fundit madje kanë mundur ta fitojnë krejt ndeshjen, por Hasan Hyseni gaboi në një mundësi të artë në fundin e ndeshjes.